Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kemi rritë tema 25, cilën autori Allahu thot, e titullon thot I'maratul qalbi bil iman. Gjallërimi i zemrës me iman. Dhe në këtë temë e sjell një hadith që transmetohet Imam Ahmedi dhe Abu Davudi prej Ebu Barzat al-Aslami radiallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ya ma'ashara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbahu." O jo që keni besuar me gjuhën e juaj, mirë po imani ende nuk ka depërtuar në zemrët e juaja. La taghtabu al-muslimina wa la tattabi'u awratihim. Mos i përgojani muslimanët dhe mos i gjurmani apo hulumtani tmetat e tyre. Fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'i Allahu awratahu. Nga se çdo kush i hulumton apo i gjurmon tmetat e muslimanëve, edhe Allah pasaj i ndjek apo i hulumton tmetat e tij. Wa man yattabi'i Allahu awratahu yabdahu fi baytihi. Dhe ati që Allahu ja hulumton tmetat e tij, ato Allah demaskon ose ekspozon duke qenë në shtëpinë e tij. Qëllimi është që Allah pasaj e cakton dhe kampi njerëzve që i hulumton tmetat e tij edhe ekspozon ose demaskon para njerëzve. Në këtë hadith e pam që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Nuk ka hyrë imani në zemrat e juaja." Kjo është e ngjashme me fjalën e Allah subhanahu wa taala në surën Hujurat ku thot: "Qalat al-a'rabu amanna Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhul al-iman fi qulubikum." Beduenët e shkretinë thanë: "Ne besuam." Mirë po ti thuaj atyre ju nuk keni besuar. Mirë po thuani ne kemi hyrë në Islam, por imani ende nuk ka hyrë ose nuk ka depërtuar në zemrat e juaja. Wa in tuti'u Allaha wa rasuluhu la yalitkum min a'malikum shay'a inna Allaha ghafurur rahim. Mirë po ju nëse i bindeni Allahut dhe dërguarit të tij, atëherë Allahu asnjë prej veprave tuaja nuk do t'ju mohoj, po do t'ju shpërblej për to, nga se vërtet Allah është falës i madh dhe mëshirëplot. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Besimtarët vërtet janë vetëm ata që besuan Allahun, pra besuan Allahun të dërguarin e tij, pastaj nuk dyshojnë fare në këtë besim, mirë po luftojnë në rrugën e Allahut me pasurinë dhe jetën e tyre. Këta janë besimtarët e vërtet dhe besimtarët e sinqert. Po ky ajet, siç e shpjegojnë dietarët, edhe përmanë në hadithe ka zbrit për disa, për një grup prej arabëve të shkretirës, beduinëve, të cilët kanë pretendu për vetën e tyre se e kanë arrit nivelin e imanit. Mirë po ky iman ende nuk ka depërtu në zemrat tyre, po ende nuk e kanë arrit këtë nivel. Kështu që Allah subhanahu wa taala përmes tyre fjalëve, përmes tyre ajeteve i ka disiplinu dhe ju ka tregu që ende nuk ka hi imani në zemrat e juaj, ende nuk keni bërë besimtar, mu'minun. Prandaj Allah subhanahu wa taala në formë të edukimit, në formë të disiplinimit u tha: "Kul lam tu'minu", thuaj te atyre ju nuk keni besuar. "Walakin qulu aslamna", mirë po thuani kemi hyrë në Islam. "Wa lamma yadkhul al-iman fi qulubikum", edhe ende imani nuk ka hyrë në zemrat e juaja. Po ende nuk e keni arrit realitetin e imanit. Ende imani nuk ka zënë vend në zemrët e juaja. Po që kjo ndaj folja që u përmend këtu lemma në gjuhën arabe, që është tregon mohim, është për qëllim mohim i një gjëje që zakonisht pritet me ndodh afër ose shpejt. Po kjo tregon se hyrja e imanit në zemrët e tyre ende është në pritje. Nga saj që hyn në Islam fillimisht nuk thuhet për to që imani ka depërtuar në zemrën e tij. Po imani, ose niveli i imanit, pritet me ndodh taj, pritet me ardhë më vonë. Kjo është ngjashme me atë person i cili hyn në Islam duke pas ndonjë interes për interesave të saj bote. Për këtë qëllim hyn në Islam, mirë, por nuk kalon një kohë e gjatë, veç se Islami bëhet më i dashur për të se çdo gjë që është mbi sipërfaqen e tokës. Apo dikush i cili hyn kërkimit të dijes fetare.
po me mësu për fejnë Allah subhanahu wa taala, do thonë me shtudinë rreth fesë kështu më radh, për ndonjë dëshirë ose interes për interesave së bote, për shembull me arrit famë apo për ndonjë pasuri kështu më radh. Mirë po kur e shijon ëmbëlsinë e dijes dhe ëmbëlsinë e imanit që vjen si rezultat i kësaj dije, atëherë kërkimi i dijes bëhet më i dashur për të se sa çdo gjë që është mbi sipërfaqen e tokës. Për këtë arsye, shumica atyre që hinë në Islam duke pas si dëshirë ose qëllime, apo dikush hyn edhe nga Afrika, imani ende nuk, ose në hyrjen e Islam, imani, kur hyn ata në Islam, imani ende nuk depërton në zemrat e tyre, nuk hyn në zemrat e tyre. Dhe shumë prej muslimanëve rriten këtë mënyrë, po duke i praktiku ato veprat e jashtme dhe të dukshme të Islamit. Pro falet, agjeron, bën hajj, jep sadaka, mirë po ato të vërtetat dhe realitetet e mbrëmshme të imanit ende nuk kanë zënë vend në zemrën e tij. Ende pra nuk kanë lëshuar rrën në zemrën e tij. Pra ai është musliman pa dyshim. Mirë po nuk e ka arrit nivelin e imanit, nivelin e ose atë shkallën e imanit. Pra shkalla e imanit është shkallë më e lartë se sa Islami. Po shkallë e lartë, domthonë është pozitë e lartë që nuk e arrin këtë pozitë vetëm ai person që imani ka depërtuar thellë në zemrën e tij, ka zënë vend dhe ka lëshuar rrën në zemrën e tij. Siç transmetohet te Buhariu dhe Muslimi prej Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju dha një grupit njerëzve pi pasurisë që i kishte dhënë Allahu. Ta të dhënë, unë isha ullur në mesin e tyre. Mirë po njërit për tyre pejgamberi sa nuk i dha. Por thot ai, më duke më i mirë në mesin e tyre, më pëlqente më shumëti. Bash atij pejgamberi sa më tha nuk i dha asgjë për pasurisë. Thot të shkova, unë ngrita shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i fola fshehtas. Thash, o i dërguari i Allahut, pse nuk më jep filanit, unë po mendoj që ai është mu'min, është besimtar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, au muslim, au musliman, apo ndoshta është musliman. Thot edhe heshta pak. Pastaj thot prap, ma mundi ajo që po mendimi që e kishta për atë personin dhe shkova, dhe prap i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pse o i dërguar Allah, pse nuk pe filan nga son, po mendoj që është inni la urahu mu'minan, po mendoj që është mu'min, besimtar. Prap thot pejgamberi sa më tha au musliman, apo ndoshta është musliman. Thot edhe heshta prap një kohë dhe prap thot dominoi të ona i mendimi që kisha për to, se dija që kisha për atë person, dhe prap ja përsëritet një të pyetje pejgamberi, sa më tha prap më dha një të përgjigje. Pastaj në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha inni la u'ti ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khashyata an yakubba fi an-nari ala wajhihi. Khashyata an yukabba fi an-nari ala wajhihi. Thot unë i dha dikujt pi pasurisë që më ka dhënë Allahu, edhe pse të tjerët janë më dashur për mua, po janë më të mirë, besimtar musliman më të mirë, nga frika se këtij që ti kam dhënë se nuk i japi, ai po të hidhet përmbys mbi fytyrën tyre në zjarr xhehenamit. Po nga frika që nëse nuk i japi, pra nuk jeni Islam edhe vazhdon kufër edhe hidhet përmbys pasaj në zjarr të xhehenamit. Se do qoftë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për na tërheq vretin me fjalët e tij kur i tha au musliman, ndoshta është musliman, që ne do të gjykojmë për të tjerët me shkallën e Islamit ose nivelin e Islamit. Nivel për cilën gjykohet për çdo kënd që neve na shfaqet përmirësimi i tij i jashtëm, pra që ka vepra të mira të jashtme. Dhe nuk do gjykohet për tjetrin që ka iman, që ka është mu'min, nga se ky gjykim është i bazuar mbi njohurinë e dikujt për brendësinë apo zemrën e tjetrit. Po përmirësimi i brendshmës, zemrës, patjetër që e sjell edhe plotson përmirësimin e të jashtmes. Mirë po, në zemrën e njeriut nuk e din askur tjetër për veç Allah subhanahu wa taala. Po njerëzit nuk mund me ditë se çfarë tjetër e fshehin në zemrën e tij. Prandaj pra nuk mund gjykojnë për tjetrin që që ka arrit nivelin e imanit, nga se kjo gjë i takon vetëm Allah subhanahu wa taala. Mirë po ne gjykojmë për ta që është muslim, po që është musliman. Siç thot Allahu fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Mos e lavdroni veten e juaj, ka se Allah din më mirë kush është i devotshëm, kush ruhet prej gjunave.
Po kjo ndalje që ka orë këta jetë ku Allah po ndalon që ne me lavdru veten tonë, është kur njeriu beson për veten e tij apo edhe tregon për veten e tij e thotë që unë jam i devotshëm ose kam shpirt pastër, domthonë jam i pastër shpirtërisht. E lavdron veten e tij, e bën tezkije veten e tij. Po Allah subhanahu taala këtu bën na tregu që kjo gjë kthehet te Allahu subhanahu taala i cili e din realitetin e çështjeve, i din realitetin e gjërave dhe e din se çfarë shehin zemra, çfarë shehin krahërorët e njerëzve. Për këtë arsye Allah në fund po thotë huwa a'lamu biman ittaqa. Allah din më së miri kush është i devotshëm, kush ruhet prej Allahut, prej dënimit të Allahut dhe gjunaheve. Ngjashëm me këto Allah subhanahu taala ka thonë sura Nisa, alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, a nuk i sheh ata cilët e bojnë tezkije veten e tyre, po e lavdrojnë veten e tyre, thonë që unë jam besimtar i mirë, i devotshëm, e kështu me radhë. Allah thot belillahu yuzakki man yasha wa la yudhlamuna fatila. Nuk është ashtu, mirë po Allahu e pastron kënd dëshiron ai. Po e pastron shpirtin e zemrën e tij. Dhe atyre nuk u bëhet padrejsi as pak. Pra, imani kur depërton në zemrën e njeriu edhe zë vend aty. Po i lëshon rrojnë të tij në zemrën e njeriu, atëherë padyshim ky iman ka me pengu dhe ka me ndalu njeriu prej rënjes në gjuna dhe në mëkate. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin me cilën e fillum desin, tha o ju që keni besuar me gjuhët e juaja, mirë po ende imani nuk ka depërtuar në zemrat e juaja. Mos i përgojani musliman. Edhe mos i gjurmani, mos i hulumtani, mos i hetani pra tmetat edhe të këqijat e tyre. Po këto bëjnë sa po na tërheq vërejtën se përgojimi i muslimanëve, mi hulumtu, pra mi përgju musliman, mi hulumtu edhe mi ndjek tmetat edhe të këqijat e tyre, është shenjë që ka dobësi edhe mangësi në imanin e zemrës. Nga se sikur imanit ishte i fortë në zemrën e njeriut, atëherë kjo do të pengonte njeriu nga këto veprime të këqija, nga përgjimi ose ulumtimi ose përgojimi i muslimanëve. Është transmetuar prej Abu Ja'far Muhammad ibn Aliut, Allahu mëshiroft, i cili është pyetur rreth hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që transmetohet te Buhariu dhe Muslimi, ku thotë la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Zinaçari kur bën zinë nuk është besimtar. Po që atë kohët kur është duke kryer aktin e zinas, nuk është besimtar. E kam pyet çu kuptohet kjo hadith, atëherë është përgjigj ka thonë kjo është Islami, edhe ka vizatuar në rreth të madh. Pastaj ka thonë kjo është iman, edhe ka vizatuar në rreth më të vogël brenda këtij rrethi të madh. Ka kur njeriu bën zinë ose vjedh, po bën si mëkate të mëdha, dal prej këtij rrethi të imanit në rrethin e Islamit. Mirë po nuk del prej Islamit, po nuk e nxjerr njeriu prej Islamit thot përveç kufrit, kur e mohon Allah subhanahu wa taala. Prandaj pra imani i zemrës, imani që është i vërtetë, i sinqert në zemrën e njeriu, është parandaluesi më i madh edhe penguesi më i fortë që e pengon edhe e largon njeriu që është thamë për rënjes në gjuna dhe në mëkat. Prandaj pra njeriu ka nevojë më njëhershme edhe domosdoshme, po domosdoshmëri urgjente, nevojë urgjente që mi mësu bazat e imanit. Edhe më tregu i kujdesshëm ndaj këtyre bazave të imanit. Mi marr shkaqet, mi vepru shkaqet cilat ja lehtësojnë arritjen apo depërtimin këtyre bazave të imanit në zemrën e tij. Po të përpiqet shumë ta luftoj veten e tij që mi mësu këtu në realitetet edhe të vërtetat e fshehta në brendshme të imanit, cilat kanë bëjnë me emrat e cilësitë të Allahut, po ashtu domon cilat ndërlidhen me lek të Allah subhanahu taala, pejgamberët të dërguarit, kaderin dhe të tjera pi bazat të imanit. Po me dhon mundin e tij që mi ndërmarr ato shkaqe të cilat ja sillin këto realitetet vërteta që kanë bëjnë me bazat e imanit në zemrën e tij. Prandaj në këtë temë më së miri ka fol ose pi dietarë që më së miri ka fol në këtë temë është dietari Nur Abdulrahman ibn Saidi, Allahu mëshiroft, i cili ka thonë Allahu subhanahu taala për çdo qëllim, për çdo synim e ka saktuar një shkak edhe një rrugë që shon deri te ai synim apo ai qëllim. Dhe imani thotë është qëllimi më madhor, më i rëndësishëm dhe më gjithëpërfshirësi. Për këtë arsye Allah subhanahu taala për imanin ka caktuar burime të shumta, të cilat e sillin imanin dhe forcojnë imanin në zemrën e njeriu. Ashtu siç ka edhe sebepe shkaqe të cilat e dobësojnë edhe i ligështojnë këtë iman në zemrën e njeriu. Edhe burimet të cilat e sjellin dhe forcojnë imanin në zemrën e njeriu, thotë mundun mi ndonë në dy kategori.
ato që janë të përgjithshme edhe të detajuara. Sa i përket të përgjithshme, thot mund të themi që është me meditu në ajetet e Allah subhanahu wa taala që lexohen prej Kuranit, po gjithashtu edhe pi sunetit, pra ajetet fetare, shenjat fetare. Po ashtu me meditu rreth ajeteve shenjat Allah subhanahu wa taala universale, me gjitha llojet e tyre. Me tregu të kujdesshëm që me njohë të vërtetën për cilën është krijuar njeriu dhe me punu me këtë vërtetë. Gjitha sebepet, gjitha shkaqe thot kthehen edhe i referohen këtij parimi madhështor. Ndërsa sa i përket këtyre burimeve të detajizuara, atëherë thot do të dim që imani arrihet dhe forcohet përmes disa shkaqeve ose sebeve, përmes disa gjërave. E para, madje mund të themi që është më madhështore, është që njeriu me njoft emrat e bukur të Allahut subhanahu wa taala, po me bazë dituri njohuri rreth emrave të bukur të Allahut subhanahu wa taala që kanë në Kur'an dhe Sunet. Mu tregu i kujdesshëm që mi kuptu domethëniet e tyre dhe me adhuru Allahun subhanahu wa taala përmes këtyre emrave të cilësive të Allahut. Siç është transmetuar te Buhariu dhe Muslimi, hadithi pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i thotë inna lillahi 99 isman, 100 illa wahida. Men ahsaha dakhala al-janna. Vërtet Allah i ka 99 emra, 100 pa një. Kushdo që i numëron këta emra do të hyjë në xhenet. Po kuptimi është kushdo që i mëson përmash këta emra, e kupton domethënien e tyre dhe i beson ata me bindje të plot dhe adhuron Allahun përmes tyre, ky do të hyjë në xhenet. Dhe dihet shumë mirë që në xhenet hyjnë vetëm besimtarët. Prandaj për kësaj kuptohet që burimi dhe substanca kryesore më rëndësishme për meselës arrin njeriu imanin, po me depërtu imanin në zemrën tim, u forcu në zemrën tim, me qenë stabil dhe i qëndrueshëm, është me i njoft, po me shtu diturinë dhe me njohurinë rreth emrave të bukur të Allahut subhanahu wa taala. Sot këto emra të bukur të Allahut janë baza e imanit. Këtë imani thot referohet dhe kthehet te këta emra të bukur të Allahut. Për këtyre gjërave të tjera ose shkaqeve të tjera që e forcojnë imanin ose e shtojnë imanin në zemrat tona është me meditu në mënyrë të përgjithshme rreth Kuranit. Ai që mediton rreth Kuranit vazhdimisht përfiton prej shkencave dhe njohurive të Kuranit. Edhe këto shkenca dhe njohuria shtojnë imanin. Allah subhanahu wa taala thotë, tu i përshkruan besimtarët e mirë, edhe besimtarët e vërtet thotë, wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kur atyre ju lexon ajetet e tij, pra ajetet e Allahut, atyre ju shtohet imani. Këto ajete ja ushtojnë imanin. Dhe vetëm Zotit e tyre i mbështeten. Po ashtu kur njeriu hedh shikimin në Kur'an e sheh rregullën që është në Kur'an, po që çdo gjë është në formë të rregulluar drejt për kryerjen e Kur'anit, po se ajetet e Kur'anit e vërtetojnë njëra tjetrën, përputhen me njëra tjetrën, nuk ka kundërshtim dhe kundërshtojnë në Kur'an. Atëherë i shtohet bindja ose arrin bindjen e plot në Kur'an, ashtu siç e ka përshkruar Allahu, po thotë la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Kur'anit nuk i qaset, nuk i afrohet e kota nga asnjëra anë. Qase është zbritje prej një të urti që është i lavdruar. Një të urti që i lavdruar. Po ashtu i shtohet bindja se sikur ky Kur'an të ishte prej dikujt tjetër për inshallah, atëherë padyshim në këtë Kur'an duhet të kishte kundërshtime dhe kundërthënie të shumta. Siç ka thënë vetë Allahu në surën Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Nuk po përsia dhe nuk po meditojnë ata mbi Kur'anin. Sikur të kishin pi dikujt tjetër për inshallah, atëherë do të gjeni atë në kundërthënie të shumta. Dhe kjo është për gjëra që më shumë të shkaqeve që më shumë të forcojnë imanin në zemrën tonë. Prandaj me meditu rreth Kur'anit është për rrugëve dhe mjeteve që e sjellin imanin dhe e forcojnë imanin në zemrat tona. Allah subhanahu wa taala në surën Sad thot: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Ky Kur'an është një libër që ta kemi zbrit ty, i cili është mubarak, pra është i bekuar. I gjithë është i bereqetshëm, i bekuar. Në mënyrë që ata të përsjatin mbi ajetet e tij edhe të këshillohen apo të reflektojnë mendarët, ata që kanë mendje të shëndosh. Prandaj me përfitu me nxjerr bereqetin e Kuranit. Me nxjerr bereqetin prej Kuranit, me përfitu bereqetin prej Kuranit, dhe që më rëndësishme për këtyre bekimeve të bereqeteve të Kuranit është imani. Rruga që me përfitu këtë bereqet prej Kuranit që ka
po me meditu rreth ajeteve të Kuranit, me presion mbi to. Po ashtu këtu hyn edhe me shtu dijen edhe njohurin rreth haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu rreth shkencave, diturive të imanit, veprave, adhurimeve për cilat na mësojnë këto hadithe. Këto e sjellin imanin dhe shtojnë imanin, e forcojnë imanin në zemrën tonë. Sa më shumë që njeriu e shton dijen e tij rreth Kuranit, librit të Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë i shtohet dhe i forcohet imani i tij. Për rrugë të tjera, edhe shkaqeve që e sjellin imanin detyrimisht, pra në zemrën e njeriut është me njohur vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po me njohur moralet e larta edhe virtytet e plota cilat i kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush do që e njeh pejgamberin sa ashtu siç duhet, po siç e meriton pejgamberi të njihet, atë nuk i mbetet kurfar dyshimi në sinqeritetin e pejgamberit, por që ka qenë i dërguar i vërtetë i Allahut subhanahu. Nuk ka kurfar dyshimi se ajo me cilën ka ardhur pejgamberi sa po Kurani dhe Suneti dhe feja e vërtet, pra është në dhe feja me cilën ka ardhur është feja e vërtet. Siç thot Allahu në surën Mu'minun, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, apo ata nuk po e njohin të dërguarin e tyre, po nuk po e njohin cilësitë e tij, virtytet, moralet që i ka. Dhe për këtë arsye po mohojnë ose po refuzojnë. Po kjo ajet na tregon se të kundërta e kësaj, ai që e njeh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po e njeh virtytet, e njeh tiparet e mira që i ka pas, pra e kështu me radhë, atëherë kjo nëse nuk është për besimtarëve, që më njëherë e shtyn që me besu. Kur do që e njeh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kjo e shtyn pra më njëherë me besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me besu në vërtetësinë e tij. Dërsa ai që është besimtar, kjo e shton imanin. Po kur do që e shton diturinë e hënës së pejgamberit, pa dyshim që ka mbështu imanin në Allah subhanahu wa taala. Prandaj pra, siç e dim pejgamberi ka qenë thirrsi më i madh në iman ose drejt imanit. Dhe këtë thirrje ka bërë përmes, që tham, virtyteve të tij të bukura, tiparave të tij të lavdruara, thënieve dhe fjalëve të tij të sinqerta dhe dobishme dhe veprimeve të tij të drejta. Prandaj pejgamberi e dim se ka qenë udhëheqësi më i madh, prisi më i madh i joni dhe shembulli më i plot. Allah subhanahu wa taala thot në surën Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vërtet ju në të dërguar Allahut e keni shembullin më të mirë. Po ashtu thon surën Hashr, wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Çdo gjë me cilën ju jep pejgamberi, po ju urdhon me to, ju marrni edhe praktikojeni. Derisa ajo pe cilës ju ndalon ose ato pe cilës ju ndalon, sa ju largon më njëherë prej tyre. Po ashtu pe shkaqeve që sjellin e imanin është me meditu, që është thamë më lart në rreth universit, rreth krijimit të qiellit dhe tokës, krijesave që Allah subhanahu wa taala i ka vendosur, krijesave ndryshme të lloj-llojshme që i ka vendosur pra në qiell dhe në tokë. Po ashtu njeriu me hedhë vështrimet të vetja e tij. Pra cilësitë, tiparet që Allah subhanahu wa taala i ka vendosur te njeriu. Ka se kjo padyshim pra e thret njeriu, e fton njeriu, e nxit njeriu që ose e fton njeriu që me shtu imanin e tij. Po me forcu imanin e tij. Për arsye se këto krijesa që janë që Allah subhanahu wa taala ka vendosur ose ka krijuar në këtë univers, tregojnë për madhështimin e krijimit të Allah subhanahu wa taala dhe tregojnë përderisa janë krijesa madhështore, tregojnë për fuqinë e krijuesit të tyre edhe për madhështinë e tij. Po kur ne shikojmë e shohim se çfarë bukurie, çfarë harmonie, çfarë rregulli ka në këtë univers, çfarë krijimit përkryer që i hoton mendjen e njeriu, atëherë padyshim kjo tregon për dijen e gjerë dhe të pafundme të Allahut subhanahu wa taala. Tregon për urtësinë e tij gjithëpërfshirëse. Po ashtu kur shohim se sa dobit shumëta edhe nimete mirësitë të lloj-llojshme Allah subhanahu wa taala ka vendosur mesin e këtyre krijesave që askush nuk mund as mi numëru, nëse tenton mi numëru, atëherë kjo tregon për mëshirën e gjerë të pafundme të Allahut subhanahu wa taala, gjithashtu për bujarinë edhe fisnikinë e tij shumë të madhe. Kjo pastaj e shtyn njeriu që me madhru krijuesin edhe shpiksin e këtyre krijesave, me madhru dhe me falendru, me qenë me njohës ndaj tij, edhe vazhdimisht me kujtu dhe me përmend ato, po me adhuru sinqerisht, po këtë adhurime dhe fen me ja kushtuar sinqerisht
në mënyrë të sinqertë dhe të kulluar vetëm Allahu subhanahu wa taala. E kjo pa dyshim pra është shpirti edhe sekreti i imanit. Po ashtu pastaj me hedh shikimin te varfëria dhe nevoja që kanë krijesat, të gjitha krijesat për Allahun subhanahu wa taala. Po që janë nevojtare për Allahun subhanahu wa taala nga çdo aspekt. Po që krijesat kanë nevojë për Allahun subhanahu wa taala qoftë edhe për lëvizjen më të vogël, po që është përpëlitja e çerpikut, lëvizja e çerpikut. Gjë që ne po këto e shohim edhe dëshmojnë tek vetja jonë. Po tek vetja jonë shohim, kemi prova, dëshmi për këtë nevojë edhe të madhe, domosdoshmëri të madhe që kemi për Allahun subhanahu wa taala nga çdo aspekt ose në çdo aspekt. E kjo pa dëshim pastaj e shtyn njeriu detyrimisht që me nështru në mënyrë të plotë Allahu subhanahu wa taala. Me lut vazhdimisht Allahun subhanahu wa taala, me përgjëru që Allahu mi dhon atij pi të mirave, qoftë të mira dhe dobi që kanë bëjnë me fenë e tij apo me dunjon e tij, dhe mi largu atij gjitha të këqijat edhe dëmet që mundën me dëmtu në fenë e tij apo në dunjon e tij. Nga sa askush tjetër për Allah nuk mund të sjellë të mira. Dhe askush tjetër për vështirë nuk mundet me të largu këto dëme. Po ashtu ky shikim ose ky vështrim e detyron njeriu që më mbështet plotësisht Allahu subhanahu wa taala, me pas pra mbështetje të fortë në Allahun, në Zotin e tij, me pas bindje të plotë në premtimet e tij, edhe me pas dëshirë të madhe, pra lakmi të madhe në bamirësinë Allahu subhanahu wa taala edhe të mirat e tij. Këtë mënyrë pa realizohet imani. Këtë mënyrë forcohet adhurimi, pa të qenë të rob adhurues ndaj Allahu subhanahu wa taala. Nga se duaja, lutja është po thelbi i adhurimit, thelbi i ibadetit. Domthonë ajo që ka edhe në hadithe, pse hadithi është i dobët, është pjesa kryesore ose pjesa e thellë, më e thellë e ibadetit. Gjithashtu këtu hyn edhe meditimi rreth nimeteve, mirësive të shumta që Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë krijesave, qoftë nimete dhe dhunti domosht përgjithshme, apo të veçanta që t'i ka dhënë vetëm ty. Po nimete dhe dhunti që asnjë krijesë nuk mundet mu shkput për ty ose me qenë e lirë për ty në asnjë moment. Po çdo krijesë, po në çdo moment është duke kaluar në për mirësitë edhe dhuntit të Allahut subhanahu wa taala. Kjo pa dyshim kur njeriu mediton edhe i vështron këto gjëra, kjo e fton njeriu, e shtyn njeriu që me besu Allahun subhanahu wa taala dhe me ushtu imanin në Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu pishkaqeve tjera që e sjellin imanin në zemrën tonë është me shtu sa më shumë dhikrin, përmendjen e Allahut subhanahu wa taala në çdo kohë. Siç e përmendëm më lart, po me lut Allahun, me bë dua Allahun, nga se kjo është thelbi i adhurimit. Për arsye se përmendja e Allahut subhanahu wa taala e mbjell pemën e imanit në zemër. Edhe sa më shumë që e përmend Allahun, aq më shumë e ushqen këtë pemë, aq më shumë e rrit dhe zhvillon këtë pemë. Dhe sa më shumë që njeriu pra e shton përmendjen e dhikrin e Allahut subhanahu wa taala, pra aq më shumë i shtohet imani i tij. Po edhe në anën tjetër, vetë imani pastaj e shtyn njeriu ose po thret njeriu që me shtu përmendjen e dhikrin e Allahut subhanahu wa taala. Pra arsye sa që e don Allahun subhanahu wa taala, atëra ka me përmend ato. Po kjo është në rregull. Kur njeriu e don një gjë shumë, e përmend shumë atë gjë. Prandaj nëse ti e don Allahun, atë patjetër ti më përmend shpesh Allahun subhanahu wa taala, ke përmend shumë Allahun subhanahu wa taala. E dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala është vetë imani, madje është ajo shpirti i imanit, siç thotë këtu ky dietar Allahu më shërof. Po ashtu për shkaqeve tjera të fundit që i përmend këtu, që e sjellin imanin në zemrën tonë, është me njoft mirësitë e fesë islame. Po feja islame e gjitha është mirësi. Çështjet e besimit, çështjet e akidës janë çështjet më të shëndoshat, më të saktat, më të vërtetat dhe më të dobishmet. Morale në cilat na fton Islami, pra janë moralet më të lavdëruara dhe më të bukura. Adhurimet, veprat, dispozitat, të cilat i ka sjellë Islami, janë veprat ose adhurimet, dispozitat më të mirat edhe më të drejtat. Këtë mënyrë, po duke me këtë meditim, me këtë presjate, me këtë vështrim që e hedh njeriu, Allah subhanahu wa taala zbukron imanin në zemrën e tij. E vën imanin të dashur në zemrën e tij. Siç Allah subhanahu wa taala u përmend këtë begati, këtë mirësi, këtë dhunti, brezet më të mirë që ka ekzistuar në sipërfaqen e tokës, që janë brezet e sahabëve. Allah subhanahu wa taala thot në surën Hujurat:
Walakinna Allaha habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum. Mirë po thotë Allahu, ja ka bërë juve dashur imanin, edhe ja ka zbukuruar, ja ka stolisur në zemrat e juaja. Këtë mënyrë po kur njeriu mediton, siç e përshkruajti ky dietar, po imani në zemrën e tij bëhet gjëja më e dashur, më e bukur. Nuk ka gjë më të dashur për zemrën e tij se sa imani. Ka gjë më të bukur se sa imani. Kështu pra njeriu e shijon edhe përjeton ëmbëlsinë e imanit në zemrën e tij. Dhe kështu pra brendësia e tij, zemra e tij zbukurohet me bazat e imanit, me këto të vërteta dhe realitetet e imanit që përmendëm më lart. Po patjetër pastaj kanë më zbukuruar edhe gjymtyrët e tij, pjesa jashtme të tij, me vepra të cilat thret edhe fton imanin. Dhe është transmetuar në hadithin e pejgamberit sa som duaja e njohur, ku pejgamberi ka lutur Allahun, ka thonë Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. O Allah, na zbukuron, na stoles, na zbukuron me stolisin e imanit, edhe na bër udhëzues të tjerëve, të udhëzuar vetë edhe udhëzues të tjerëve. Prandaj në fund të dersit ne lutem Allahun subhanahu wa taala që imanin ta bëj dashur në zemrat tona, ta stolisë, ta zbukuroj në zemrat tona, si dhe të na bëj të urryer mohimin, kufrin, mosbindjen edhe mëkatin. Na bëj për të udhëzuarve me mirësinë edhe begatinë e tij, vërtet Allah subhanahu wa taala është i gjithdijshëm dhe i urtë. Allah subhanahu wa taala dhe më mirë, Allahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.